Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, sërish me ju do mështjefni për të vazhduar së bashku udhëtimin ton shpirtëror të kreshmës. Dje në të mërkurën e përhime jemi për hir. Morëm shenjen e hirit dhe dëgjuam thirrjen e Jezusit për t'i kthyer zemrat tona drejt Atit. Sot, në këtë të enjte të parë të kreshmës, jemi të ftuar që të bëjmë hapin e parë konkret. Nuk mjafton vetëm dëshira për ndryshim, por duhet edhe veprimi. Le të reflektojmë se si mund ta vëmë në praktik këtë thirrje. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, për sot le të dëgjojmë nga Ungjili sipas Lukës, kapitulli 9, vargjet 22 deri 25, ku Jezusi flet për marrjen e kryqit ton dhe ndjekjen e tij. Jezusi vazhdoi: Biri të njeriut i duhet të psoj shumë, ta përbuzin pleqt, kryepriftrinjt dhe skribët, ta vrasin dhe të tretën ditë të ngjallet. Pastaj ju drejtua të gjithve: Nëse ndokush dëshiron të vijë pas meje, ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Sepse kush do ta shpëtoj jetën e vet, do ta humb. Ndërsa kush ta humb jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtoj. E një mend çdo bi do të kishte njeriu nëse fiton mbar botën, por humb vetveten ose e rënon. Të dashur vëllezër dhe motra, fjalët e Jezusit sot janë të fuqishme dhe sfiduese. Ai na thret që ta mohojmë vetveten dhe ta marrim kryqin ton çdo ditë. Çfarë do të thotë kjo për ne në kreshmë? Kjo nuk do të thotë që të kërkojmë vuajtje pa kuptim, por që t'i pranojmë sfidat, sakrificat dhe vështirësitë e jetës me një frymë besimi, kushtimi dhe dorëzimi në duart e Zotit. Kryqi ynë mund të jetë durimi në vështirësi, falja e atij që na ka lënduar, përpjekja për të kapërcyer një ves apo një dobësi personale, si dhe shërbimi i heshtur ndaj të tjerëve. Jezusi na tregon se rruga drejt jetës së vërtetë, drejt shpëtimit, nuk është ajo e kërkimit kënaqësive të menjëhershme apo e egoizmit. Përkundrazi, është rruga e vetmohimit dhe e dashurisë.
kreshma na jep mundësinë që ta praktikojmë këtë vetmohim. Dje folëm për lëmoshën, lutjen dhe agjërimin. Sot Jezusi na thot se këto nuk janë vetëm veprime, por janë edhe një mënyrë jetese. Mënyrë jetese. Ato janë mënyra konkrete që na ndihmojnë që ta mohojmë vetveten dhe të marrim përsipër kryqin tonë. Të mohosh vetveten do të thotë që të vendosësh vullnetin e Zotit mbi vullnetin tënd. Do thotë që të heqësh dorë nga egoja dhe krenaria, mendjemadhësia. Të marrësh kryqin tënd çdo ditë do të thotë të pranosh sfidat, pengesat dhe madje edhe padrejtësitë me të cilat përballesh, duke i ofruar ato si sakrificë për Zotin dhe për shpëtimin e shpirtrave. Kjo kërkon kuraj, vendosmëri, si dhe një besim të thellë në dashurinë e Zotit, i cili nuk na lë kurrë vetëm. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë ditë të dytë të Kreshmës, le ta pyesim veten, cili është kryqi im sot? Çfarë sfide apo sakrifice mund të pranoj me zemër të hapur për të ndjekur Jezusin më nga afër? Le të jetë ky një hap i vogël por i sinqert drejt shndërrimit ton të brendshëm. Le të lutemi së bashku. O Jezus, ti na the se kush dëshiron të vijë pas teje, duhet të mohoj vetveten, të marrë kryqin e vet çdo ditë dhe të ndjek. Na jep forcën dhe hirin që ta pranojmë kryqin ton, që të bëjmë sakrifica të vogla dhe të mëdha, dhe që ta vendosim vullnetin tënd mbi tonin. Na ndihmo që të ecim në gjurmët e tua gjatë kësaj Kreshme, duke u shndërruar dita ditës në nxënësit e tu të vërtet. Ti që jeton e mbretëron me Atin dhe Shpirtin Shenjtë në shekuj të shekujve. Amen.
dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, sot në këtë të enjte, le të reflektojmë mbi kryqin ton personal. Nuk është gjithmonë një kryq i dukshëm apo heroik. Ndoshta është durim me ndonjë familjar. Një akt i vogël faljeje. Angazhim për të hequr dorë nga një zakon i keq apo një shprehi e keqe. Zgjidhni një gjë të vogël, por kuptim plot. Dhe kushtoja një Zotit. Kjo është mënyra jon për t'i thënë Jezusit, po, unë dua të vij pas teje. Le të vazhdojmë të ecim me guxim në këtë rrugë të kreshmës. Ju bekoft Hyj i gjithëpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirtit Shenjtë. Amen. Me ju ishte Tom Shtjefni. Ju presim nesër për meditimin e radhës. Qofshit bekuar.